shumë njerëz e braktisin këtë namaz. Fatkeqësisht ka prej tyre që nuk e falin këtë namaz, që është fillimi i ditës. Nëse dita jote nuk fillon me falënderim ndaj Zotit, ti shkon te zdrukthori, shko te marangozi, ku du shko, çfarë do profesioni që ki, tash shumica për jush që jeni këtu, gjithë të cili e keni kanë një profesion, domethënë. Dikush punon me kerret, dikush punon tregtar, dikush punon me libra, dikush punon në zyre, dikush punon me laps, me letër, dikush këto janë profesione zanate, arte të ndryshme. Por nëse këto nuk i filloni me madhrim ndaj Allahut, pra me namaz sabajt, të kthilleni dhe ta shikoni pra këtë krijimtari që Allahu e ka krijuar në precizitetin më të lartë. Me shikua pra universin se si është i krijuar. Me shikua natën dhe ditën se si ato ndërtohen. Me shikua pra njeriu në konstruksionin e tij. Imagjinoni qeliza çfarë perfeksionizmi ka, qeliza në trupin e njeriu, pra trupi i njeriu është i përballur me këtyre qelizave, aparati kolçit, domethënë gjitha këto që janë pjesë e ndërtimit të qelizës, nëse i shikoni gjitha këto janë një mjeshtri, gjitha këto kanë perfeksionizëm. Khalaqal insan, kush pra e krijoi njeriu? Allahu te barekota. Thot unë e krijova njeriu. Po ky njeri wama bikum bi ni'matin min Allah. Pra a nuk i shikoni pra këto nimetet e Allahut? Gjitha këto begati që Allahu na ka dhënë. Shikoni natën, shikoni ditën, shikoni pemt, shikoni frytet, agrumet të ndryshme, shikoni çdo gjë në shërbimin e njeriu. Gjithçka në shërbimin e njeriu, Allahu te baraka ve taala ka lënë shërbim tonin shiun, e ka lënë shërbim tonin borën. Po na sa jem të shërbimur, Habiba, më dashtën. Sa jem na të shërbim këtij planeti. I shohim rinin tonë në gjumë, të flenjë. Një këmbë, nëse dënë me hecë për para një këmbë, du të mi apo rinin që ati kume. Nëse doni me pa që atë këmbë të përparu, qyra një rinin sa është arsimume, sa krynë zanate, sa përparën që e rinin. Nëse pe që ati kumbi migrojnë që e rinin, dhe më thonë, bojnë hijret, shpërngullen, e lanë vatanin e vetë, nuk i kemë punë të mirë. Popujt e mdhej investojnë, sepse kapitali, nimeti më i madh, a dini cili është njeriu. Nimeti më i madh i Allahut është njeriu. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa. Ky ajet mjaft i njohur në mesin ton. Kur e krijoi pra Allahu, do të thotë njeriu e la ambasador në këtë tokë dhe ky njeri pra që është krijesa e Allahut duhet me pas shumë kujdes dhe mos me i përdhos dhe mos me i nëpërkëmb nimetet e Allahut te baraka ve taala.